4 tetori 2024 do të mbetet gjatë në kujtesën e qytetarëve të Vlorës. Rreshjet e dendura të shoqëruara me çarjen e kanaleve të ujrave të larta i shndruan rrugët në lumenj dhe lagje të tëra të Vlorës në Kënet. Po Vlora nuk u përmbyt në 4 tetor dhe vetëm nga rreshjet. Përmbytja kishte filluar vite më parë në formën e harresës, neglizhencës, korrupsionit dhe papërgjegjshmërisë institucionale. Edhe pse në ato orë të para alarmit të gjitha strukturat shtetërore u vënë në lëvizje, pasojat e asaj nate vijuan të rëndojnë në qytetin për javë të tëra. Madje edhe sot, një vit më pas, shumë familje mbajnë ende thasët me rërgati, gjë që tregon se frika nuk është larguar plotësisht. Pas 4 tetorit 2024, kontrolli i lartë i shtetit ndërmori një auditim të gjerë për të analizuar shkaqet, pasojat dhe reagimin institucional ndaj përmbytjeve që paralizuan qytetin e Vlorës. Objekti u bën një sër institucionesh me rol kyç në menaxhimin e situatave emergjente dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës. Bashkia Vlorë, Prefektura e Qarkut, Këshilli i Qarkut, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier, Shoqëria Rajonale e Ujësillës Kanalizimeve, Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Raporti përfundimtar i kontrollit të lartë të shtetit zbart një tablo të thellë dështimi institucional dhe mungese përgjegjshmërie administrative. Sipas dokumentit që Blu Televizion e disponon të plot, përmbytja nuk ishte thjesht pasojë e rreshjeve të dendura, por e një zinxhiri shkaqesh të njohura e të neglizhuara. E para dhe më shqetësuese, nuk u shpall gjendja e emergjencës civile nga Këshilli i Qarkut, edhe pse situata kërkonte një reagim të tillë sipas kuadrit ligjor. Bashkia Vlorë nga ana tjetër nuk dërgoi asnjë kërkesë zyrtare për vlerësimin e dëmeve në objektet e banimit, por u fokusua vetëm në renditje shtëpiake, duke lënë qytetarët të papërfaqësuar në kërkesat e tyre për dëm shpërblim. Procesi i transferimit të infrastrukturës ujitjes dhe kullimit nga Bordi i Kullimit Fier te Bashkia Vlorë rezultoni pasakt dhe i paplot, e mungesë dokumentacioni teknik për kanalet, digat, tombinot dhe veprat e marrjes. Hidrovoria Kërnis, një ndër elementët kyç të sistemit të mbrojtjes, nuk punon me kapacitet për shkak të tensionit të ulët në rrjet, pasi linja furnizimit me energji të hidrovorit shpërndan energji dhe tek subjektet private. Ndër problemet më kritike është fakti se në qytetin e Vlorës nuk funksionojnë të ndara sistemet KUN, kanalizimet e ujrave të ndotura, dhe KUB, kanalizimet e ujrave të bardha, duke bërë që në rast të rreshjesh ujrat e bardha dhe të ndotura të përzihen. Po ashtu, KLSH thekson se shumë nga kanalet e hapura nuk janë pastruar prej më shumë se 30 vitesh dhe janë bllokuar nga mbeturina dhe inertet e hedhura gjatë punimeve për ujësjelljen e ri. Ndërkohë, për vitin 2024, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike kishte planifikuar pastrimin e 155 kilometra kanale, por deri në nëntor ishin pastruar vetëm 32.49 kilometra, një realizim skandalos prej vetëm 20% të planit vjetor. Në një shkresë zyrtare e përfshirë në faqen 22 të raportit përgjegjësi sektorit kullimit, paralajmëronte prefektin e Qarkut se kanalet nuk ishin pastruar në masën 80%, duke ngritur alarmin për një rrezik të afërt për përmbytje. Po ashtu, në faqen 35 të raportit thuhet se kanalet e ujrave të bardha nuk janë të veçuara nga ato të ndotura dhe disa familje dhe biznese i shkarkojnë ujrat e zeza në këto kanale të hapura, të cilat përfundojnë në gjirin e Vlorës pas një trajtim. Ndërkohë, Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile, më datë 3 tetor 2024, kishte dërguar njoftime zyrtare dhe buletinin mbi rreziqet natyrore, duke paralajmëruar për rreshje intensive, por strukturat vendore nuk morën masa parandaluese. Në vijim, më 4 tetor, me përkeqësimin e situatës, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile kërkoi mbështetje nga forcat e armatosura, ndërsa më 5 tetor njoftoi kryeministrin dhe ministrin e mbrojtjes për gjendjen e rëndë në qytet, me 33 familje të evakuara dhe segmente rrugore të bllokuara. Në përfundim, kontrolli i lartë i shtetit i rekomandon Bashkisë Vlorë të marrë masa për përfundimin e procesit të transferimit të infrastrukturës ujitëse dhe kulluese, me dokumentacion të plot teknik dhe artografi të azhurnuar, të ndjek me përparësi pastrimin e kanaleve emergjente në zonat me rrezikshmëri të lartë, të rivendos funksionalitetin e rrjeteve KUN dhe KUB, me ndarje të qarta teknike, si dhe të përmirësoj koordinimin ndërinstitucional dhe reagimin emergjent. Po ashtu KLSH ka kërkuar masa disiplinore dhe shkarkime për funksionarët që mbajnë përgjegjësi direkte për këto mangësi. Ky raport është një dëshmi tronditëse, një zinxhir dështimesh që mund dhe duhet të ishin parandaluar. Vlora, si një plag që nuk arrin të mbyllet, vazhdon të përmbytet. Mjaftojnë 10 minuta rreshje që disa akse rrugore të bëhen të pakalueshme. Dhe kjo është më shumë se një shenjë paralajmëruese, një akuzë ndaj të gjithë atyre që duhet të kishin vepruar dhe nuk e bën, sepse asgjë nuk justifikon përsëritjen e së njëjtës dramë në të njëjtin vend me të njëjtat pasoja.